ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, vërtet botën tjetër tash është puna më njëherë për kësaj dynjaje, po na merr në botën tjetër, në cilën ende nuk jemi, thot nuk lëvizën këmbët pa u pyet për kohën. Madje pyetja e dytë shtrohet pyetja në botën tjetër, e rinin tënde ku e plake. Do thot përsëri kuadër kohës jemi. Pastaj e treta, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, pasurin prej nga e fitove dhe ku e shpenzove, përsëri në kohë. Do thot e shohim na, koha është korniza e gjitha veprave tona, pa të cilën neve nuk shëmujt më konë sot, por interesant, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ni'metan, janë dy dhunti, të shumë shtrejta janë, por për fat të keq, madhmunun alehi kethiru minan nas, thot dy dhunti të Zotit, por të njëjtën kohë njerëzit janë shumë të shkujdesur ndaj tyre. E para thot është koha e lirë, e dyta shëndeti. Interesant, në kur japim prioritet veprave, punëve, dalim, ecim, pak prej njerëzve fillon nga ajo, e kam kapitalin me mua, e si këtë kapital mundëm me shfrytzu me veprat mira. Gjithmonë me veprat mira, sepse por nëse e shfrytëzoj me veprat këqija, ajo nuk konsiderohet shfrytëzim. Te ki keq përdor, edhe kjo do të jetë edhe argument botën tjetër kundër teje. Atëherë janë elementet. Përderisa i dim që është një nimet, ku neve për shembull jemi në Ramazan. Ramazani është brenda 12 muaj të vitit, edhe viti është brenda në kohë. Inna iddet e shuhuri inda Allah 12 shehran, fi kitabillah, jo me khalaqa samawati wal ard, minha arbatun hurum. Thot, tek sistemi i Zotit, tek Allahu, muajt janë 12, e prej tyre 4 janë shumë të nderuar. Atëre, Ramazani është një nga muajt të bekuar të Zotit, në cilin edhe për vlerën e kohës, deshta këtë me e potencu, edhe gjithë këtë bisedë që e bonëm deri më tani pak minuta, gjitha këto përsëri në Ramazan, në natën e Kadrit, kur u zbrit ky libër Kur'ani fa madh, në këtë libër u zbritën ajetet për vlerën e kohës. Përsëri jemi në kohë, nuk mundemi më shkëput prej kohës, por i lumt për secilin besimtar, i cili mo e sheh kohën si një dhunti maksimalisht, e mos tjetë diçka sikur që Zoti ka borç, po e vërtet, Zoti na dha mundësi të jetojmë, po të njëjtën kohë këtë mundësi kërkon ta orientojmë në atë drejtim ku ti e fisnikron veten në këtë botë, e botën tjetër për atyre besimtarëve. Do të jesh ku që me të vërtet nuk bësh pishman, as nuk i thua Zot Rabbi irji'un, o Allah më kthe përsëri në botë për të vepruar vepra të mira me një formë me shfrytzu kohën e lirë.